Sekreti i thjeshtëzuar. Michel Bernard Beckwith ka thënë: ne jetojmë në një univers ku ka ligje, siç është edhe ai i gravitetit. Nëse bien nga një ndërtesë, nuk ka rëndësi nëse je njeri i mirë apo i keq, prap se prap do të biesh në tokë. Ligji i tërheqjes është ligj i natyrës. Është pa aq i paanshëm dhe jo personal saç është edhe ligji i gravitetit. Është preciz dhe i saktë. Joe Vital ka thënë: gjithçka që është përreth teje dhe në jetën tënde në këtë çast, përfshirë gjërat për të cilat ankohesh, është tërhequr prej teje. E di që nuk do të pëlqejë ta dëgjosh, do të thuash menjëherë: nuk e tërhoqa unë aksidentin me makinë, nuk e tërhoqa unë klientin që më sjell në majt hundës çdo gjë, nuk e tërhoqa unë borxhin. Dhe unë jam këtu për të ta thënë në sy: po, ti e ke tërhequr. Ky është një prej koncepteve themelore dhe më të vështira për t'u kuptuar, por sapo ta pranosh, ta transformon jetën. Kur dëgjojmë këtë pjesë të sekretit, shpesh kujtojmë ngjarje historike që kanë sjellë humbjen e jetës së shumë njerëzve dhe nuk arrim të kuptojmë se si ka qenë e mundur që në atë ngjarje janë tërhequr aq shumë individ. Sipas ligjit të tërheqjes, ata njerëz duhet të kenë qenë në të njëjtën frekuencë. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që ata e kanë menduar këtë ngjarje, por frekuenca e mendimeve të tyre ka përkuar me frekuencën e ngjarjes. Nëse njerëzit besojnë që gjenden në vendin e gabuar në çastin e gabuar dhe se nuk mund të kenë kontroll mbi rrethanat e jashtme, të gjitha mendimet që përqendrohen tek frika, ndarja dhe pafuqia, nëse janë të vazhdueshme, mund t'i tërheqin ata vërtet drejt vendit të gabuar në çastin e gabuar. Por tani ke një mundësi zgjedhjeje. A do të besosh që gjithçka vjen si pasojë e fatit dhe se gjërat e këqija do të ndodhin në çdo çast? A do të besosh që mund të jesh në vendin e gabuar në çastin e gabuar dhe se nuk mund të kesh kontroll mbi rrethanat? Apo do të besosh dhe do të thuash që përvoja e jetës sate është në duart e tua dhe që në jetën tënde mund të ketë vetëm të mira, sepse kjo është mënyra jote të menduarit. Ke mundësi për të zgjedhur dhe çfarëdo gjëje të zgjedhësh për të menduar, ajo do të bëhet përvojë e jetës sate. Asgjë nuk mund të hyjë në përvojën tënde nëse nuk e thërret atë me këmbëngulje me mendimet e tua. Bob Dylan ka thënë: pjesa më e madhe e jona tërheqen në mënyrë të vetvetishme. Ne mendojmë se nuk kemi asnjë kontroll mbi atë që ndodh. Mendimet dhe ndjenjat tona i drejton piloti automatik. Gjithçka na vjen në mënyrë të vetvetishme. Askush nuk do të tërhiqte me paramendim diçka që nuk e dëshiron. Është e lehtë të shohësh se si pa njohjen e sekretit, disa ngjarje të padëshirueshme kanë ndodhur në jetën tënde apo në atë të njerëzve të tjerë. Kjo thjesht ka ndodhur nga që nuk kemi qenë të vetëdijshëm për fuqinë e madhe krijuese të mendimeve tona. Joe Vital ka thënë: nëse kjo është hera e parë që e dëgjon këtë, mund të duket si: pra tani duhet kontrolloj mendimet, do të nevojitet shumë punë. Në fillim duket ashtu, por këtu fillon zbavitja. Zbavitja nënkupton se ka shumë rrugë të shkurtra për të arritur te sekreti, por ti zgjedh atë që të përshtatet më shumë ty. Vazhdo të lexosh dhe të dëgjosh për të zbuluar se si. Mercy Shimov ka thënë: është e pamundur ta kontrollojmë çdo mendim që kemi. Studiuesit thonë se ne kemi rreth 60.000 mendime në ditë. Imagjino sa i lodhur do të ndieshe po të përpiqeshe t'i kontrolloje të gjitha këto mendime? Për fat mirë ka një mënyrë më të lehtë, nëpërmjet ndjenjave tona. Ndjenjat na tregojnë se çfarë mendojmë. Rëndësia e ndjenjave nuk vlerësohet asnjëherë sa duhet. Ndjenjat janë mjeti më i mirë që të ndihmojnë të krijosh jetën tënde, ndërsa mendimet janë shkaku parsor i gjithçkaje. Gjithçka tjetër që sheh dhe përjeton në këtë botë është efekt. Kjo përfshin edhe ndjenjat e tua. E megjithatë, mendimet janë gjithmonë shkaku. Bob Dylan ka thënë: emocionet janë një dhuratë e pabesueshme që na ndihmojnë të dimë çfarë mendojmë. Ndjenjat të tregojnë menjëherë se çfarë je duke menduar.
Mendoj një çast kur ke pasur një rënje të papritur të gjendjes emocionale, ndoshta kur ke dëgjuar një lajm të keq. Ndjesia që ke provuar në stomak apo në gropën e krahërorit ka qenë e menjëhershme. Pra ndjenjat të sinjalizojnë menjëherë se çfarë je duke menduar. Duhet jesh i vetëdijshëm se si ndihesh dhe të sintonizohesh me ndjenjat e tua, sepse është rruga më e shpejtë për të ditur se çfarë je duke menduar. Lisa Nichols ka thënë, ndjenjat e tua ndahen në dy kategori, ndjenjat e mira dhe ndjenjat e këqija. Ndryshimi mes tyre është i dallueshëm sepse njëra të bën të ndjehesh mirë, kurse tjetra keq, mërzia, zemrimi, inati, faji. Janë këto ndjenja që nuk të bëjnë të ndihesh i fuqishëm. Këto pra janë ndjenjat e këqija. Askush nuk mund të të thotë nëse ndihesh mirë apo keq, sepse vetëm ti e di këtë. Nëse nuk je i sigurt se si ndihesh, thjesht pyet veten si ndihem. Pastaj bëja këtë pyetje vetes her pas here gjatë ditës dhe pak nga pak do të bëhesh më i vetëdijshëm për ndjenjat e tua. Gjëja më e rëndësishme që duhet të dish është e pamundur të ndihesh keq dhe në të njëjtën kohë të kesh mendime të mira. Kjo do të binte në kundërshtim me ligjin, sepse janë mendimet ato që ti nxisin ndjenjat. Nëse ndihesh keq, kjo ndodh nga që po ushqen mendime që po të bëjnë të ndihesh në këtë mënyrë. Mendimet përcaktojnë frekuencën tënde, ndërsa ndjenjat të tregojnë menjëherë se në cilën frekuencë gjendesh. Kur ndihesh keq, je në frekuencën që tërheq më shumë gjëra negative. Ligji i tërheqjes duhet të reagojë duke të rikthyer imazhe të tjera gjërash negative, madje gjëra që të bëjnë të ndihesh keq. Kur ndihesh keq dhe nuk bën asnjë përpjekje për t'i ndryshuar mendimet e tua edhe për t'u ndjerë më mirë, në të vërtetë je duke thënë, më sill situata të tjera që më bëjnë të ndihem keq. Hajde, forca, sillni. Lisa Nichols ka thënë, menjëherë po ta shohësh nga një këndvështrim tjetër, ti ke emocione të mira dhe ndjenja të mira, edhe e kupton kur vinë sepse të bëjnë të ndihesh mirë. Entuziazmi, gëzimi, mirënjohja, dashuria. Imagjino sikur të ndihemi ashtu çdo ditë. Kur ngazëllehesh nga ndjenjat e mira, do të tërheqësh ndjenja edhe më të mira dhe gjërat që të bëjnë të ndihesh mirë. Bob Dylan ka thënë, është shumë e thjeshtë, çfarë po tërheq tani? Si ndihesh? Ndihem mirë. Bukur? Vazhdo kështu. Është e pamundur të ndihesh mirë dhe në të njëjtën kohë të kesh mendime negative. Nëse ndihesh mirë, kjo ndodh nga që në këto çaste mendimet e tua janë pozitive. Në jetën tënde mund të ketë çfarë të dëshirosh, nuk ka kufi, por ka një kusht, duhet të ndihesh mirë dhe në fund të fundit, a nuk është kjo ajo që dëshiron? Ligji është me të vërtetë i përkryer. Mercy Shimov ka thënë, nëse ndihesh mirë, je duke krijuar një të ardhme që është në rrugën e dëshirave të tua. Nëse ndihesh keq, je duke krijuar një të ardhme që nuk është në të njëjtën udhë me dëshirat e tua. Ligji i tërheqjes është duke funksionuar në çdo sekondë të ditës sate. Gjithçka që mendojmë apo ndjejmë është duke krijuar të ardhmen tonë. Nëse je i shqetësuar apo ke frikë, do të vazhdosh gjatë gjithë ditës duke tërhequr shqetësim dhe frikë në jetën tënde. Kur ndihesh mirë, duhet kesh do e mos mendime të mira, kështu që je në rrugë të mbarë dhe po emeton një frekuencë të fuqishme që të dërgon rishtas më shumë gjëra të mira që do të bëjnë të ndihesh mirë. Kapi çastet kur je duke u ndjerë mirë dhe shfrytëzoj ato. Mos harro se kur ndihesh mirë, tërheq më shumë gjëra të mira drejt vetes. Të shkoj më tej, po sikur ndjenjat e tua të jenë një komunikim aktual nga universi për të bërë të ditur se çfarë je duke menduar. Jack Canfield ka thënë, ndjenjat tona janë një mekanizëm prapaveprues që na tregon nëse jemi në rrugë të mbarë ose jo, nëse jemi në shtegun e duhur ose jo. Kujto që mendimet e tua janë shkaku parësor i gjithçkaje. Prandaj kur ke një mendim që zgjat, ai dërgohet menjëherë në univers. Ai bashkohet magnetikisht me frekuencën e ngjashme dhe brenda disa sekondash të dërgon koordinatat nëpërmjet ndjenjave të tua. Thënë ndryshe, ndjenjat e tua po komunikojnë me ty nga universi dhe po të tregojnë se në cilën frekuencë gjendesh aktualisht.
Ndjenjat e tua janë mekanizmi prapaveprues i frekuencës sate. Kur ke ndjenja të mira, është universi që po të thotë, mendimet e tua janë të mira. Gjithashtu kur ndihesh keq, universi po të thotë, mendimet e tua janë të këqija. Kur ndihesh keq, universi është duke komunikuar me ty dhe po të thotë, kujdes, ndrysho të menduarit tani. Po regjistroj një frekuencë negative, ndrysho frekuencë, po nis numërimin mbrapsht drejt materializimit, kujdes. Herën tjetër kur të ndihesh keq ose ke ndjenja negative, dëgjo menjëherë sinjalin që të vjen nga universi. Në atë çast je duke bllokuar të mirën tënde që të vijë tek ti, sepse gjendesh në një frekuencë negative. Ndryshoj mendimet dhe mendo për diçka të mirë dhe kur të fillojnë të vërshojnë ndjenjat e mira, do të kuptosh se kjo ndodh për shkakun se ti ke kaluar në një frekuencë të re dhe universi ka dhënë konfirmimin e tij duke të dërguar ndjenja më të mira. Bob Dylan ka thënë, ti po merr pikërisht ato që po ndjen, jo dhe aq ato që po mendon. Për këtë arsye njerëzit prirën të bëjnë disa rrotullime nëse vrasin gishin e madh të këmbës kur zbresin nga shtrati. Gjatë ditës, e gjithë dita i shkon ashtu. Ata nuk e kanë idenë se mjafton një ndryshim i vogël emocionesh për ta ndryshuar gjithë ditën, madje edhe jetën. Nëse dita jote nis mirë dhe ndihesh i lumtur, nëse nuk e lejon diçka që të ta ndryshojë humorin, do të vazhdosh të tërheqësh më shumë situata dhe njerëz që të ndihmojnë ta ruash atë ndjenjë lumturie. Të gjithë ne kemi përjetuar ditë apo çaste kur gjithçka shkon si mos më keq. Reaksioni zinxhir ka filluar nga një mendim, ka qenë ose jo i vetëdijshëm. Mendimi i parë negativ ka tërhequr mendime të tjera të ngjashme. Është aktivizuar frekuenca dhe në fund diçka ka shkuar keq. Pastaj pasi ke reaguar ndaj asaj gjëje që ka shkuar keq, ke tërhequr gjëra të tjera të ngjashme. Reaksionet nuk vëjnë gjë tjetër veç se tërheqin gjërat e njëjta, nga që reaksioni zinxhir duhet të vazhdojë të ndodhë derisa ti të zhvendosesh nga ajo frekuencë dhe ti ndryshosh enkas mendimet e tua. Mund t'i ndryshosh mendimet dhe t'i drejtosh drejt asaj që dëshiron e të marrësh konfirmimin për ndryshimin e frekuencës nëpërmjet ndjenjave të tua. Pastaj ligji i tërheqjes do të kap frekuencën e re dhe do të ta dërgojë rishtas në formën e imazheve të reja të jetës sate. Ja se si mund t'i shfrytëzosh ndjenjat e tua e t'i përdorësh për të përshpejtuar atë që dëshiron në jetën tënde. Mund t'i përdorësh qëllimisht ndjenjat e tua për ta transmetuar një frekuencë edhe më të fuqishme duke i shtuar ndjenjë asaj që dëshiron. Michel Bernard Beckwith ka thënë, mund të fillosh që tani të ndihesh shëndet plot dhe plot gjallëri, mund të fillosh të ndjesh dashurinë që të rrethon edhe pse ajo nuk është aty, dhe universi do t'i korrespondojë natyrës së këngës sate. Universi do t'i korrespondojë natyrës së asaj ndjenje të brendshme dhe do të materializohet sepse ti ndihesh pikërisht kështu tani. Çfarë po ndjen tani? Mendo për disa çaste se si ndihesh. Nëse nuk ndihesh aq mirë sa do të doje, përqendrohu te ndjenjat që ke për brenda dhe ndryshoj qëllimisht. Ndërsa përqendrohesh fort te ndjenjat e tua me synimin për të lartësuar veten, mund t'i lartësosh fuqimisht edhe ato. Një mënyrë është që të mbyllësh syt dhe duke mbajtur larg kështu shpërqendrimet, të përqendrohesh te ndjenjat e tua të brendshme dhe të buzëqeshësh për 1 minutë. Lisa Nichols ka thënë, mendimet dhe ndjenjat e tua krijojnë jetën tënde, do të jetë gjithmonë kështu, ju siguroj për këtë. Si ligji i gravitetit ashtu edhe ai i tërheqjes nuk gabojnë asnjëherë. Nuk të rastis asnjëherë të shohësh dera që fluturojnë sepse ligji i gravitetit ka bërë një gabim dhe ka harruar të ushtrojë gravitet mbi derat atë ditë. E njëjta gjë ndodh edhe me ligjin e tërheqjes, me të nuk ka përjashtime. Nëse të ka ardhur diçka, e ke tërhequr ti me mendime të stërzgjatura. Ligji i tërheqjes është precis. Michel Bernard Beckwith ka thënë, është e vështirë për ta besuar, por kur fillojmë ta hapim veten kundrejt kësaj ideje, efektet janë breslënse. Kjo do të thotë se çfarëdo lloj gjëje që ka bërë mendimin e jetën tënde, ajo mund të zhbëhet nëpërmjet një ndërrimi të vetëdijes.
ke fuqinë për të ndryshuar çfarëdo lloj gjëje, sepse je ti ai që zgjedh mendimet dhe që provon ndjenjat e tua. Winston Churchill ka thënë, universin ton e krijojmë hap pas hapi. Gjo Vital ka thënë, është shumë e rëndësishme që të ndihesh mirë, sepse ndjenjat e mira janë si një sinjal që transmetohet në univers dhe ti fillon ta tërheqësh më shumë atë. Sa më shumë që të ndihesh mirë, aq më shumë do t'i tërheqësh gjërat që të bëjnë të ndihesh ashtu dhe të lejojnë të ngrihesh lart e më lart. Bob Proctor ka thënë, e di që kur ndihesh i mërzitur mjafton një çast për ta ndryshuar humorin, vër muzikë të bukur ose fillo të këndosh, dhe kjo do ta ndryshoj humorin. Ose mendo për diçka të bukur, mendo për një fëmijë ose dikë që e do vërtet, por mendo për të, mbaje këtë mendim në kokë, blloko çdo gjë përveç atij mendimi, të siguroj që do të fillosh të ndihesh mirë. Bëj një listë transformuesi sekret dhe mbaje me vete. Me transformues sekrete kam fjalën për gjërat që ti ndryshojnë ndjenjat në çast. Mund të jenë kujtime të bukura, ngjarje që do të ndodhin në të ardhmen, çaste zbavitëse, natyra, një person që e do, muzika jote e parapëlqyer. Kur je i zemëruar, i zhgënjur apo kur nuk ndihesh mirë, drejtohu nga lista e transformuesve sekret dhe përqendrohu në njërin prej tyre. Gjëra të ndryshme do të ta ndryshojnë humorin në çaste të ndryshme, ndaj nëse nuk funksionon njëri prej tyre, kalo tek tjetri. Nevojiten vetëm 1 ose 2 minuta për ta zhvendosur vëmendjen në mënyrë që të ndryshosh humorin dhe frekuencën tënde. Dashuria, emocioni më i bukur. James Ray ka thënë, parimi i të ndjerit mirë, për shembull, funksionon edhe për kafshën e familjes sate. Kafshët janë të mrekullueshme sepse të japin një gjendje të mirë emocionale. Kur ndjen dashuri për kafshën tënde, kjo gjendje dashurie do të sjellë mirësi në jetë dhe çfarë dhurate. Charles Hamel ka thënë, është kombinimi i mendimit dhe dashurisë që krijon forcën e parezistueshme të ligjit të tërheqjes. Në univers nuk ekziston fuqi më e madhe se fuqia e dashurisë. Ndjenja e dashurisë është frekuenca më e lartë që mund të emëtosh. Sikur të mund të mblidhet çdo mendim me dashuri, sikur të arrijë të dashurojë gjithçka dhe gjithkënd, jeta jote do të ndryshonte. Në fakt, disa prej mendimtarëve më të mëdhenj të së shkuarës i referoheshin ligjit të tërheqjes si ligji i dashurisë. Dhe nëse mendohesh mirë, do ta kuptosh pse. Nëse ushqen mendime negative për dikë, do ta përjetosh ti materializimin e atyre mendimeve të këqija. Nuk mund të dëmtosh një njeri tjetër me mendimet e tua, por vetëm veten tënde. Nëse ushqen mendime dashurie, gjeje kush do t'i marrë përfitimet. Ti. Nëse në gjendjen tënde shpirtërore mbizotëron dashuria, ligji i tërheqjes ose ligji i dashurisë reagon me forcën maksimale, sepse ti gjendesh në frekuencën më të lartë të mundshme, sepse ti gjendesh në frekuencën më të mirë të mundshme. Sa më e madhe ti e dashuria që emëton, aq më e madhe është fuqia që zotëron. Parimi që jep mendimit fuqinë dinamike për t'u lidhur me objektin e saj dhe si rrjedhoi për të kontrolluar çdo përvojë njerëzore të pafavorshme, është ligji i tërheqjes, që është një emër tjetër për dashurinë. Është fjala për një parim të përjetshëm dhe fondamental, që gjendet tek të gjitha gjërat, në çdo sistem të filozofisë, në çdo besim dhe në çdo shkencë. Ligji të dashurisë nuk mund t'i ikësh dot. Është ndjenja ajo që jep vitalitet mendimit. Ndjenja është dëshira dhe dëshira është dashuri. Mendimi i mbarsur me dashuri bëhet i pathyeshëm. Mersim Shimov ka thënë, kur fillon t'i kuptosh e t'i zotërosh me të vërtet mendimet dhe ndjenjat, atëherë do ta shikosh si e krijon realitetin tënd. Aty është liria dhe fuqia jote. Mersi Shimov ka marrë një frazë mrekullueshme nga i madhi Albert Einstein kur ka thënë, pyetja më e rëndësishme që një qenie njerëzore mund t'i bëjë vetes është, a është ky një univers miqësor? Duke njohur ligjin e tërheqjes, përgjigjja e vetme është, po, universi është miqësor. Pse? Sepse në bazë të ligjit të tërheqjes, nëse përgjigjesh në këtë mënyrë, duhet ta përjetosh këtë përvojë.
Albert Einstein e parashtroi këtë pyetje të fuqishme sepse e dinte sekretin, e dinte se duke e bërë këtë pyetje ne do të shtrëngoheshim të mendonim e të bënim një zgjedhje. Ai na dha këtë mundësi të madhe thjesht duke parashtruar atë pyetje. Për ta çuar më tej qëllimin e Einsteinit, ti mund të pohosh e të thuash: ky është universi mrekullueshëm, universi po mi sjell të gjitha gjërat e mira, universi po komploton për mua për të gjitha gjërat dhe po më mbështet në gjithçka që bëj. Universi mi plotëson menjëherë të gjitha nevojat. Dije që ky është univers miqësor. Që kur kam mësuar sekretin dhe kam filluar ta zbatoj në jetën time, ajo është bërë vërtet magjike. Mendoj se lloji i jetës që ndorojmë të gjithë është ajo që unë jetoj për ditë. Jetoj në një vit që kushton 4,5 miliona dollar, kam një grua si shpirt, shkoj me pushime në të gjitha vendet më fantastike të botës, kam ngjitur male, kam eksploruar, kam qenë në ekspedita gjuetie. Të gjitha këto kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin sepse kam ditur të përdor sekretin, thot Jack Canfield. Ndërsa Bob Proctor ka thënë: jeta mund të jetë absolutisht fenomenale, ashtu duhet jetë dhe do të jetë, sapo të fillosh të përdorësh sekretin. Kjo është jeta jote dhe të ka pritur që ta zbulosh. Deri në këtë çast mund të kesh menduar se jeta është e vështirë dhe një luftë e vërtetë dhe në bazë të ligjit të tërheqjes e ke jetuar në këtë mënyrë. Fillon në këtë çast i bërtasësh universit, jeta është shumë e thjeshtë, jeta është shumë e mirë, të gjitha gjërat e mira e janë tek unë. Thellë brenda teje fshihet një e vërtetë që ka pritur të zbulosh dhe kjo e vërtetë është kjo. Ti meriton të gjitha gjërat e mira që ka jeta për të ofruar. Brenda vetes e ke ditur gjithmonë sepse ndihesh keq kur të mungojnë gjërat e mira. Të gjitha gjërat e mira janë e drejta jote që kur ke lindur. Ti je krijuesi i vetes sate dhe ligji i tërheqjes është mjeti yt i mrekullueshëm për të krijuar çfarëdo lloj gjëje që ti dëshiron në jetë. Mirë se vjen në magjinë e jetës edhe në madhështinë e vetes sate. Përmbledhjet e sekretit. Ligji i tërheqjes është ligji i natyrës, është po aq i paanshëm dhe jo personal, saq është edhe ligji i gravitetit. Asgjë nuk mund të hyjë në përvojën tënde nëse nuk e thërret me këmbëngulje me mendimet e tua. Për të ditur se çfarë je duke menduar, pyet veten se si ndihesh. Emocionet janë mjete të çmuara që na thon menjëherë se çfarë jemi duke menduar. Është e pamundur të ndihesh keq dhe në të njëjtën kohë të kesh mendimet e mira. Mendimet përcaktojnë frekuencën tënde dhe ndjenjat të tregojnë menjëherë se në cilën frekuencë gjendesh. Kur ndihesh keq, je në frekuencën që tërheq më shumë gjëra negative. Kur ndihesh mirë, tërheq më shumë gjëra të mira. Transformuesit sekret, si kujtimet e bukura, natyra ose muzika jote e parapëlqyer, mund të ndryshojnë ndjenjat dhe ta zhvendosin në çast frekuencën tënde. Ndjenja e dashurisë është frekuenca më e lartë që mund të emotosh. Sa më e madhe të jetë dashuria që ndjen dhe emoton, aq më e madhe është fuqia që zotëron.